Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë në Fier ka nisur hetimet për veprat penale prodhimi dhe shitja lëndëve narkotike, kultivimi i bimëve narkotike, vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike në ngarkim të shtetasit IG dhe shpërdorimi i detyrës në ngarkim të shtetasit RM. Ky procedim ka filluar mbi bazën e njoftimit të marrë më datë 25/5/2025 lidhur me ndalimin e shtetasit PG në pikën e kalimit kufitar Morin, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin që ky shtetas drejtonte, është konstatuar një sasi lëndë bimore e dyshuar si lëndë narkotike e llojit cannabis sativa. Nga policia gjyqësore është ushtruar kontroll në banesën e këtij shtetasi e ndodhur në fshatin Vadhiz, bashkia Fier, gjatë të cilit është konstatuar përshtatje e ambientit të shtëpisë në një shtëpi bari. Gjatë këshyrjes së banesës janë gjetur bimë narkotike të kultivuara për të cilat ishte vendosur sistem ngrohje aspirimi dhe ventilimi, fidan të bimëve narkotike, një sasi lënde narkotike si dhe fara të dyshuara të bimëve narkotike. Gjithashtu është konstatuar lidhja e paligjshme e energjisë elektrike, duke ndërhyrë për të siguruar që të mos matej energjia që përdorej për rritjen e bimëve. Policia gjyqësore ka kryer arrestime në flagrancë të shtetasit IG dhe të specialistit teknik të terrenit të OSHS që mbulon zonën RM.